Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot do të përgatisim bashkë akullore me qumësht. Akullore thjesht me qumësht dhe me asnjë produkt tjetër. Pra qumësht dhe sheqer. Nuk do të përdorim as pana, nuk do të përdorim as krem shanti apo kremra të ndryshëm. Për t'i dhënë shije kësaj akullore, mund të përdorni çokoladë, mund të përdorni një paketë vanilje, ose nëse keni krem fëstëku ose krem stikash. Unë sot ua kam sjell me 2 shije, thjesht me vanilje dhe me krem kikiriku. Kremin e kikiriku të dashur miq e kam përgatitur vetë duke i bluar në blender kikirikat. Kurse me vanilje në shumë e thjesht mund të shtoni një pustim vanilje ose aromë vanilje. Është shumë e thjesht në përgatitje dhe del fantastike, kremoze. Unë me 1 litër qumësht kam përftuar këto 2 tasat që shikoni në video. Për mendimin tim doli fantastike, fëmijët e pëlqyen jashtëmase dhe konsistenca ishte goxha kremoze. Le të fillojmë nga puna. Mbi një kokër vezë kam shtuar gjysmë gote sheqer dhe gjysmën tjetër e kam shtuar në tenxhere. I kam shtuar vezës sheqerin sepse në këtë mënyrë rrihet më kollaj. I kam shtuar një lugë, një seshte dhe pak nga qumshti që do të përdor për akulloren. Qumshti që unë po përdor është qumësht i hapur, pra qumësht i cili zihet edhe kos. Nëse përdorni qumësht të tillë, akulloria do t'u dalë më e shijshme. Pra nuk është mirë të përdorim qumësht kutije të gatshëm, është mirë të gjeni qumësht lope. Pasi e kam trazuar vezën, një seshten, një lugë gjelle me një seshte dhe atë pak sheqer, ja kam shtuar qumshtit dhe kam filluar të trazoj derisa të marr val. Unë nga që qumshtin e kam të zjerë të dashur miq që më përpara, thjesht e kam shtuar në tenxhere dhe duke i shtuar produktet e tjera kam filluar të trazoj derisa të filloj të trashet. Kikirikat siç e shikoni i kam bluar në blender, i kam shtuar shumë pak qumësht që të bëhen kremoze. Nëse keni krem kikirikash nga ai që përdoret për të lyer bukën, mund të përdorni dhe 2 lugë gjelle nga ai. Siç e shikoni qumshti ka zjerë dhe ka filluar masa të trashet pak, por nuk ka atë konsistencën e dur, siç e shikoni është pak e hollë akoma me një lugë, një seshte vetëm. Për këtë arsye unë i kam shtuar dhe një lugë ëmbëlsirash me një seshte më tepër. Edhe këtë lugën e kam tretur me pak qumësht dhe ja kam shtuar masës. I kam shtuar dhe këtë gjysmë lugë ëmbëlsirash sepse masa duhet të ketë konsistencën e një boze. Pra nuk do ta trashim sikur të jetë një puding apo diçka tjetër, po thjesht aq pak sa masa e qumshtit të kthehet në një trashësi sikur është lëng boze. E trazojmë derisa merr val dhe masa e akullores është gati. Gjysmën e kësaj mase do ta veçoj të dashur miq, pra tek ai kavanozi kam shtuar gjysmën, sepse kavanozi është 500 ml, pra gjysmën e masës e kam lënë në kavanoz të ftohet, dhe ky kavanoz do të jetë me shije vanilje, pra nuk do t'i shtoj gjë tjetër dhe masës që mbetet në tenxhere do t'i shtoj krem kikirikash. Siç e shikoni i kam shtuar aromë vanilje lëng. Nëse keni çubuk vanilje, mund të përdorni dhe çubuk vanilje. Këtu po shikoni që i kam shtuar masën e bërë si pure të kikirikave, i kam shtuar shumë pak krip sepse ajo kikirikat që unë kam përdorur janë pa krip të dashur miq, prandaj i kam shtuar shumë pak fare. Për shije dhe e kam shtuar në tas. Nuk e kam shtuar direkt, e kam lënë derisa është vakur, pra nuk do ta shtoni të nxehtë. Edhe këtë kavanozin tjetër e kam lënë derisa është vakur,
pra nuk është e nxehtë, sepse tasat që do të futen në ngrirje janë tasa plastik, pra mos e shtoni masën të nxehtë. I vendosim një qese kuzhine përsipër që sipërfaqja të ruhet ashtu siç është, mos të zërë cip dhe i fusim në ngrirje. Pas 3 orësh të dashur miq, do t'i nxjerrim dhe me një blender, ky është blenderi që ne bluajmë supën zakonisht, e bluajmë në këtë mënyrë siç tregohet në video. Kjo bën të dashur miq që masa mos të kristalizohet, por të mbetet si shkumoze, pra të mbetet si shkum. E trazojmë mirë me blender derisa të gjitha anët e tasit që janë kristalizuar apo që janë bërë si akull të trazohen mirë dhe të kthehet masa në tas si një masë kremoze. Këtë proces do ta bëjmë për 3 herë rresht. Kjo është hera e parë, pas 2 orësh do ta rrihni edhe një herë dhe pas 2 orësh dhe një herë tjetër dhe 3 herë është më se e mjaftueshme. Vendoseni kapakun apo qesen e kuzhinës përsipër dhe lëreni të ngrihet. Masa do të ngrihet në këtë formë, pra siç tregohet në video, pra në formë si shkumoze, dhe kur ta merrni me lugë pasi ta nxirrni nga frigoriferi, ajo do të ruaj atë formën e butë, atë formën kremoze të akullores. Edhe dyqanet që përgatisin akullore apo edhe makineritë që bëjnë akullore të njëjtin procedurë kanë, duke masa duke u ngrirë, ato e trazojnë vazhdimisht dhe ne në këtë mënyrë vepruam, pra kur masa ka filluar që të ngrijë, pra kur nuk është ngrirë totalisht, ne e trazuam për 3 herë rresht dhe masa vjen në këtë formë dhe do të ngrihet kështu siç është, dashur miq. Pasi ta nxirrni nga frigoriferi, do ta lini 15 minuta të vi pak në vete dhe pastaj do ta merrni me lugën e akullores apo me çfarë do lloj luge që ju keni dhe ta vendosni, ta shërbeni sipas dëshirës. Siç e shikoni, duket se sa kremoze ka mbetur masa vetëm nga fakti që ne e trazuam. Tani do më pyesni, po sikur mos ta trazojmë fare lona dhe ta ngrim ashtu siç është. Nëse e ngrini ashtu siç është, nuk ka hiç problem, vetëm thjesht tasin do ta ktheni përmbys dhe do ta prisni me thik në feta. Nuk do të ketë atë konsistencën kremoze të akullores, por do të jetë kasat. Dikur, kur unë kam qenë e vogël, mami kështu na e bënte akulloren dhe quhet kasat kur ti e pret me thik, pra kur e pret në feta. Del pak më e ngurtë, kuptohet, sepse fakti që e trazon e bën masën më shkumoze, më kremoze, por dhe nëse nuk e trazoni, do të përftoni një akullore shtëpie super të shijshme, thjesht mund të jetë pak më me akull. Në atë mënyrë nuk quhet akullore, por quhet kasat. Me gjalpin e kikirikave doli fantastike në shije, të dashur miq. Nëse keni mundësi, ju sugjeroj shumë që ta provoni, por dhe sade thjesht me vanilje del fantastike. Për fanatikët e çokoladës, në qumshtin e nxehtë mund të shkrinë një paketë 60 gramçe me çokoladën e tyre të preferuar, pra siç unë trazova kremin e kikirikave, ju mund të trazoni një paketë 60 gramçe me çokoladë sade. Në këtë mënyrë masa do t'ju bëhet me çokoladë. Procedura tjetër pastaj e trazimit është po njësoj. Mirë është që një natë të ri në frigorifer në ngrirje dhe të nesërmen të konsumohet. Kjo ishte edhe receta për sot, shpresoj t'ju ketë pëlqyer, nëse po mos harroni të jepni një like dhe ta ndani me miqtë tuaj. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.